Çështja e financimit të partive politike është ndër më themelorët e një procesi zgjedhor. Këtë deklaroi Sali Berisha pas takimit që zhvilloi me një delegacion të Komisionit të Venecias, që ndodhet në Tiranë dhe po merr mendimet e subjekteve kryesore për ligjin e financimit të partive politike. Sipas liderit të Partisë Demokratike, ka indiferencë të madhe mes forcave të ndryshme sa i përket financimit që vjen nga buxheti i shtetit. Konkretisht, me fakte, provuam se në këto zgjedhje, në rrafshin e financimit nga parat e buxhetit, diferenca midis dy partive kryesore, Partisë Opozitës, Partisë Demokratike dhe Partisë në qeveri, ka qenë minimumi 700 gjerë në 1000 herë. Zyrtarëve të Venecias, Berisha tha se u kishte folur për problemet e zgjedhjeve të 11 maj 2025, duke vjuar akuzë se ai proces është manipuluar nga partia në pushtet. Farsa ishte më shëmtuara që kanë parë ndonjëherë. Ekspertët e Venecias ndodhen në Tiranë me kërkesë të kryetarit të kuvendit, i cili ka dërguar edhe draftin e dakordsuar me socialistëve dhe demokratëve për ligjin e financimit të partive politike, por Berisha mohoi që të ketë një dokument të firmosur nga zyrtarët të PD-s. Unë nuk di të ketë asnjë draft të përbashkët. Jo të minatur. Shif, më fal një minutë. Është drafti propozuar që ka kundërshtuar dhe OSBE-ja. Por nga ana tjetër, lideri demokrat po i se mbështet rekomandimet që OSBE ka bërë lidhur me draftin e këtij ligji. Që ODIR ka sjell rekomandime, do të thosha të shkëlqyera. I mbështesin ato rekomandime? Plotësisht. Ka bërë një raport të shkëlqyer, të cilin pa diskutim që ne e përfillim dhe e marrim shumë parasysh, natyrisht presim dhe rekomandimet e Komisionit Venecias. Komisioni i Venecias ndodhet prej ditës së njëjtë në Tiranë, ku ka zhvilluar takime edhe me zyrtarë të mazhorancës dhe përfaqësues të partive më të vogla.